çfarë mendoni një vizitë zyrtare e kreut të SPAK dhe e 2 departamenteve për korrupsionin dhe për krimin organizuar? Vladimir Mara dhe zonja Dorina Beko. Siç jemi në dieni, SPAK-u, do thënë si institucion, ka pasur dhe ka mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka pasur investim financiar në ngritjen e tij dhe trajnime ka pasur të herë mashershme. Qoftë kuadreve të BKH-s që kanë shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aq më tepër dhe kanë shkuar edhe prokurorë. Në rastin konkret kemi një vizitë zyrtare në Departamentin Amerikan, pra të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju jeni ndjeni, siç janë gjithë populli shqiptar, Shtetet Bashkuara të Amerikës me ardhmën e presidentit Trump kanë ndryshuar qasjen në lidhje me politikën ndërkombëtare dhe politika kryesore ndërkombëtare, domethënë që është sot, që e Shtetet Bashkuara të Amerikës është lufta ndaj drogës. Kartelet e drogës janë quajtur barazohen me terrorizmin. Pra terrorizmi është i barabartë me kartelet e drogës. Dhe jemi në dieni që në zbatim të politikës Shteteve të Bashkuara dhe ndihma që do jetë në Shqipëri, domethënë dhe sugjerimet thosë çfarë mund të them do jetë në lidhje me këtë fushë. Pra në lidhje me luftën e trafikut drogës, duke qenë se trafiku drogës konsiderohet akt terrorist, pra kemi një luftë ndaj akteve terroriste dhe trafikut drogës. Siç jemi ndjeni, grupet shqiptare kanë lidhje me vendet e Amerikës Latine, kohët e fundit janë folur shpesh. Dhe janë stacionuar atje, janë stacionuar mirë atje. Dhe kjo është kryesore. Por ndihma e Shtetet Bashkuara të Amerikës për SPAK-un ka qenë dhe do jetë. Dhe domthonë ka përkraje SPAK-u dhe prokurorët e SPAK-ut në lidhje me ka shkuar dhe korrupsioni dhe jo vetëm me krimin të organizuar Karanja. Tani në lidhje korrupsion me krimin organizuar, nuk është vetëm mbështetje për krimin organizuar, por ka dhe synim goditjen e korrupsionit. Tani ato ndërthuren njëra tjetrën. Ka ndërthurje midis trafikut ndërkombëtar drogës dhe korrupsionit. Investimet që bëhen, domethënë investimet që vinë në Shqipëri bëhen, pra është korrupsioni që i lejon këta që të futen. Që lejon krimin organizuar, po. Që lejon, prandaj ato janë të ndërthurur me njëri tjetrin. Po politika domethënë është politikë tashmë zyrtare, që domethënë lufta ndaj drogës është prioritare, por dhe korrupsioni, pra këta persona vinë dhe investojnë paratë e drogës në Shqipëri. Investimi i parave drogës është me zyrtarët, sepse nuk mund vish të investosh duke mos se po dalin prapë te rregullat, se ata që do vinë këtu, pra dalim si te Sky, do respektojnë rregullat e këtu, se do vish me lek droge, ku të qosh, po të përzun jashtë do ik thot, se s'ke punë. Jo, po ne nuk përzëm këtu. Jo. Atëherë, duke respektuar rregullat e brendshme, thojë. Që ne të pranojmë. Po që të pranojmë, sepse ti do morësh leje ndërtimi, do morësh tjera. Prandaj, këta kanë lidhje me personat e brendshëm që dalin në lidhje me trafiku. Pra, ky është ai, si mund të themi, në duke ajo takimi, jo? Virusin thojë që edhe korrupsioni, pra që ka lidhje me trafikun. Jemi në pritje, janë shumë çështje penale cilat janë në ndjekje nga ana e SPAK-ut. Pritje se si do procedohet. Do jetë mirë që të procedohet. Mos kemi çështje që mbahen dorë me vite, sepse po na rezulton kemi dosje të brenda, për shembull kemi çështjen e 21 janarit, e cila po ecën po rri aty. Ti jepet një zgjidhje, të marrë një vendim. Pra s'mund të rrim me çështje të vjetra, çështjet duhet të ecin para. Oficerë ka, to çështje duhet të mbarojnë sa më shpejt të jetë e mundur. Ndërkohë dhe çështjet e trafikut, duke qenë se ne jemi si thosh në kontakt me ndërkombëtarët dhe këto janë pjesë e integrimit, pra që raportohet herë mas here dhe me këta duhet jemi në rregull, sepse po të veshret trafiku i drogës, bëhet fjalë që nga Ekuadori shkon droga në Evropë. Po. Dhe ne jemi ata përfituesit e, domethënë, në një farë mënyrë të parave që vinë. Por këtu, duke ardhur paratë në Shqipëri, cënohet konkurenca e ndershme. Sepse një biznesmen i cili punon vetë, domethënë, e ka shumë të vështirë, e ka të pamundur ti konkurrojë këta, se ata e kanë lekët kesh nga veprimtaria e ligjshme. Kjo është pasojë e rëndë që sjell në Shqipëri. Por ndërkohë dhe Shqipëria dhe SPAK-u mendoj që do ketë dhe prioritet dhe korrupsionin brenda, sepse korrupsioni është ai që po e gryn Shqipërinë. Domethënë nuk shkojnë parat aty ku duhen, nuk shkojnë parat në ndërtimin e shkollave, ose nëse bëhet një shkollë bëhet me cilësi dobët, sepse korrupsioni këtë ka. Nëse 10 lekë do hidhen te shkolla, hidhen 5 dhe bëhet cilësi e dobët. Prandaj, domethënë,
Ne kuptoj. Edhe këtu duhet të thegohemi pak, për shembull edhe 21 janarit është ngjarje e brendshme. Duhet të thegohemi pak. S'ka pse spaku të ketë frikë të rasti dëshmitarët, nëse janë dëshmitarët në ngjarjes, që janë protagonistë asaj ngjarje. E qartë, ka treguar, shiko, në disa raste du të pranojmë që është treguar spaku pak, le të themi, hezitues ndaj disa personazheve për t'i marrë në pyetje. Langozi, mendon se amerikanët kanë ndonjë shqetësim specifik, ndonjë dosje specifike për cilët ata mund t'japin porosi tek të tre krerët e SPAK? Unë jam shumë kundër asaj që zoti Karanja tha. Ne po bëjmë, siç e theksova më parë, 10 vjet që ne shohim vetëm Dumani ka vajt një 20 herë. Edhe kur shkonte Dumani për ndasëm, na i reklamuar se po e priste dikush atje, mezi po e priste, sepse do bëhesh nami. Madje shikoja edhe gazetarën për studio që thoshte do të tronditet themelet e parlamentit, do bëhet nami. Ndërkohë ne po bëjmë vite që ne kemi parë këto se sa nami është bërë. Janë bërë me udhëzime politike nga kryeministri, janë lëshuar ato element që ai ka dashur. Pra, u arrestua Erion Veliej, u arrestua Ilir Beqaj, dhe ka ngelur këtu në vend numëror. Të gjithë të tjerët për mendimin tim janë ushtarë të dorës së dytë të Edi Ramës. Këta ndoshta i kishte kundërshtarë në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe Arben Ahmetajn që e goditi vetëm për faktin se sipas informacioneve që Rama kishte, ai kishte shitur dosjen e incineratorëve diku tjetër në palën kundërshtare politike. Pra unë e shoh një dështim të radhës të këtij takimi, ose më saktë mund të jetë në takimi i nivelit të dytë që mundohet që të prodhohen lajme me demek do bëka nami në Shqipëri. Por rasti Balluku për shembull nuk e cilëson si një iniciativë le të themi të mirë të SPAK-ut, por që politika nuk do që të bëhet kjo punë mirë. Me në një pjesë ambasada amerikane, me qenë se këto amerikanët, siç thot Karanja, e duan shumë Shqipërinë. Reagojnë në ambasadë amerikane pse nuk vojë që mund të jetë Balluku. Mos është ky reagimi që marrin krerët e SPAK dhe udhëzojnë. Sepse ndërkombëtarët, ata që thot Karanja, ndërkombëtarët janë ca të korruptuar për vete që vinë në Shqipëri, marrin 36.000 euro pag, edhe disinformojnë në vendet ku ata janë. Kështu që nuk mund të flasim ne për ndërkombëtar. Ne këtu kemi një madje është për tu më vjen edhe për të qeshur tashmë, mbani mend besoj që u dekorua dhe Dumani si një heroi i luftës ndaj korrupsionit. Po, ka qenë Anthony Blinken që i dorëzoi çmim. Edhe nëse ne do t'i shikojmë ata personazhe që ishin që fitoi Dumani, ishin vende që janë nuk mund të krahasosh me Shqipërinë, janë shumë herë më keq se Shqipëria. Dhe të lobohet në farë forme me disa vende që as nuk e dim që ekzistojnë, dhe që kriminaliteti organizohet dhe nga vetë Departamenti i Shtetit Amerikan, si Kuba e disa vende tjera që ne e dim historikisht që është vend që intereson dhe Amerikës të jetë në atë lloj niveli, sepse kur pati konflikte me Venezuelën, vajtë në morën presidentin brenda 2 orëve. Kështu që intereson. Pra Shqipëria është një vend i cili nuk mundet të luftohet pa drejtësia, apo krimi, apo korrupsioni me propagandë, se vajtën disa prokurorë në Amerikë, apo vajtën disa agent BKE në Amerikë, po luftohet me punë, luftohet me drejtësi, me vullnet. A duhet ta dashurosh atë profesion, duhet të jesh dhe human atje ku një person ka bërë gabim dhe duhet ta ndash dhe gabimin nga faji. Gjë që kjo nuk ekziston atë prokuri, dhe unë tek ajo prokuri dhe tek ajo gjykat nuk kam asnjë lloj bindje që realizon drejtësi. Sepse rasti Balluku është skandal. Po pse nuk u lëshua Balluku? Pse nuk arrestua Balluku? Pse e favorizoi prokuroria posaçme Ballukun? E favorizoi sepse e favorizoi normal e favorizoi. Sepse ata e dinin shumë mirë që pezullimi nga detyra ishte një veprim i nxituar nga ana e tyre, një veprim që nuk arrinte rezultat. Dhe brenda muajit kërkuan arrest. Pse e duhet ta kërkonin? Sepse ata donin që me patjetër të krijohesh një mburoj nga parlamenti, nga Rama e tjerë, sepse dolën provat në shesh, dolën provat në dritë, mori vesh se çak veprimesh ka bërë Rama dhe nuk e tua më tej, sepse Rama u paralajmërua, e mori dosjen gjithë Rama, e çuan këta. Shikohet se ka dalë komunikime një biznesmen i ka thënë Ramës dhe Rama i ka thënë Belindës se do një pallat apo do një leje. Dhe kjo për mendimin tim është e rëndë, se nuk mund të luftohet krimi në këtë lloj forme, kur në krye të institucioneve shtetërore, në krye të AZT-s, a di kush është krye të AZT-s?
kryetari i TT-s është një shtetase e cila aktualisht i ka 2 vëllezër të arrestuar si antar të bandës Suelçela. Janë burgat asot. Ajo është drejton institucioni më të rëndësishëm të lejeve zhvillimore, ta sa leje që u dogje i pallat. Edhe kush do ta thrasë Klod Brau që ka ka hyrjen tek ai pallati, por nuk e thret. Nuk e thret. Kështu kjo është drejtësia. Jo Amerika të thrasë këta, po duhet ta kenë ndërgjegje, duhet ta dashurojnë profesionin që bëjnë. Sepse vetëm qofse një punë bëhet me pasion, me dashuri, edhe ajo drejtësi që pretendohet në atë godin, vetëm atëherë ne do t'i shikojmë si heronj, pse nuk duam ne një prokuror të ndershëm të drejtë. Ka edhe gjyqtar dhe prokuror të ndershëm, ka edhe human. Po këtu në këtë zëvajtën 3 prokurorë në Amerikë, nami në Shqipëri. Është e turpshme dhe që i krijohet një vëmendje kaq e madhe këtij rasti. Vajti nuk e di. Shiko, Langozi, më të ndërpres vetëm një moment, të lutem, e di përse. Jo, do të sqaroj edhe diçka. Në fundin e mandatit të zotit Dumani, doli lajmi që Dumanin po e thrasin mediat, kanë thirrur departamentin e shtetit. Ai kishte vajt për dasëm, se nxorën mediat prapë mbrapa. Që kanë një dasëm atje dhe u reklamuan ndryshe, po pse kështu do funksionojmë ne? Nuk funksionon drejtësia në këtë formë. E di si është, domethënë ideja kur ne i diskutojmë këtë çështje dhe këta të tillë, domethënë duke qenë se janë 3 krejt shkojnë le të themi në një takim zyrtar siç është Departamenti Amerikan i Shtetit që i pret atje dhe duke marrë në konsiderat që reforma në drejtësi u mbështet nga amerikanët, kryesisht ishin ata të cilët sollën një grup që flisnin shqip këtu në ambasadë për ta promovuar të gjithë të histori dhe mendohet dhe perceptohet që sigurisht Amerika shihet si shpëtimi i gjithë kësaj historie. Nëse ata flasin, nëse ata kanë shqetësim për një dosje, duke sigur ata japin zgjidhje situatës. Po nuk intereson as i dosja atyre. As një dosje ata po ta donin Shqipërinë, Shqipëria nuk kishte nevojë për një reformë kaq të madhe. Sepse reforma çfarë që vetvete, që grabitje në mënyrë të drejtë për drejtë nga ata ndërkombëtar që na erdhën na i dhanë atë lloj informacioni që ne do bëjmë reformë. Ata grabitën fondet. Ju besoj Trumpi gjën e parë që bëri kur erdhi në pushtet pezulloi dhe kontrolloi fondet e ardhura në Shqipëri. Po kush do ta bëj reformën? Bashortja Çuçit që mori miliarda, ç'a bëri, ç'a këshillë dha ajo për reformën drejtësi? Kush, apo Pamela Qirko, ajo do ta bëj reformë, po dihet pra që kur futet politika në mes, motra Ballukut që të drejtoj reformë, nuk ka më reformë, ka kapje politike. Dhe rasti konkret, Spaku është vetëm një kapje politike, asgjë tjetër. Nuk mundet, ne këtu kemi parë, a e di se ne shikojmë njerëzit, janë shumë njerëz kot në përburgje, na e prokuroria posaçme që nxjerr 50 masa arresti, që nuk kanë lidhje fare me veprat penale. Thjesht mund të kenë bërë një gabim, edhe janë në burg. Pse? Kjo është drejtësia. Edhe çfarë anashkalohen në rastet më flagrante. A mund të lihesh Ballukut, dolën gjithë mbrojtën. Po a mund të lihen edhe shumë elementë të tjerë si Balluku? Rama, pse nuk është pyetur për ato urdhra që ka dhënë Belinda Ballukut, i ka thënë jepi leje te 15 kaç, jepi leje këtej ande. I ka kërkuar Rama të jepen ato leje, prandaj nuk u lëshua Balluku. Kështu që ne unë përmjet jush i them gjithë publikun, mos t'i haj këto skandale që publikohen nga prokuroria e posaçme, sepse nuk është e vërtet që ne do kemi drejtësi, sepse siç e theksova, nuk bëhet drejtësia me propagandë, bëhet me punë.